Proligj Podcast, u mbështet nga Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Proligj Podcast. Në një realitet si ky, i një vendi të vogël si yni, shpeshherë kemi luftuar në mënyrë agresive në dukje fenomene të tilla si lufta antidrog. Dhe duket sikur pavarësisht këtij fakti, ky fenomen ngelet shqetësues, sepse i detyron prodhuesit, përdoruesit apo shpërndarësit të shpikin forma alternative të sofistikuara për ta vazhduar këtë veprimtari kriminale. Por roli shtetit dhe i organeve ligjzbatuese sa efektiv është aktualisht për ta luftuar këtë si fenomen. Për të folur për këtë temë dhe të tjera të ngjashme, kemi të ftuar sot avokatin Enri Bici. Avokat, mirë se erdhe. Faleminderit, mirësi u gjeta. Faleminderit. Çfarë janë substancat narkotike ose psikotrope? Substancat narkotike apo psikotrope janë substanca që ndikojnë drejt për drejt në sistemin qendror nervor të njeriu, duke ndikuar në mënyrën se si një person mendon, vepron apo percepton rrethana të caktuara. Këto substanca mund të injektohen në trupin e njeriut në forma të ndryshme dhe në forma të ndryshme të gjendjes së substancës, pra të lëngshme, të ngurta e tjerë. Më klasiket që ne mund të përmendim janë kanabis sativa, është heroina, kokaina e tjerë, sepse duhet kemi parasysh që lloji i këtyre substancave sa vjen edhe shtohet me kalimin e kohës, me evolimin e gjendjeve të ndryshme të preparateve kimike dhe normalisht ata persona që merren me përgatitjen e këtyre lëndëve, normalisht nxjerrin edhe lëndë të reja për përdorim masiv në popullsi. Normalisht në Shqipëri përdorimi i këtyre lëndëve dhe mbajtja e këtyre lëndëve është i palishëm. Ne duhet kemi parasysh që mbas viteve 90 pati një fluks të madh, duke qenë se Shqipëria për një farë kohe ishte izoluar nga këto dhe fenomenet kanë qenë pak më të izoluara ndoshta, por me hapjen e kufive normalisht edhe pjesa e lëndëve narkotike do ndryshonte trajtën, duke shtuar dhe veprat penale që konsumohen në fushën e lëndëve narkotike. Të ndalojmë pak tek sanksionet që parashikon Kodi Penal, Ligjin 283 dhe vijues, për sa i takon shpërndarjes, prodhimit e të tjera. Atëherë, Kodi Penal i Shqipërisë ka një grup nenesh caktuara, siç e referuat dhe ju, neni 283 në vijim, që lidhet me veprat penale në fushën e narkotikëve. Neni bazë 283-shi, po ta lexojmë me vëmendje, ndalon mbajtjen, prodhimin, shitjen e lëndëve narkotike dhe ka një sankcion goxha të rëndë, do të thosha unë, duke marrë parasysh edhe raportin me sasinë që një person mund të mbajë, që është vepra penale më e konsumueshme në Shqipëri në ditët e sotme, dhe sanksioni fillon nga 5 deri në 10 vite burgim. Duhet kemi parasysh që nuk është një masë A ka një sasi, a ka një masë të caktuar përsa i takon kësaj, sepse shqiptarët kanë një term që përdorin për përdorim vetjak. Këtu si e lexojmë ligjin? Po, ligji ka të përcaktuar qartë kur masa, sasia e lëndës narkotike është e vogël dhe për përdorim vetjak, pra janë dy kushte kumulative që duhen plotësuar, atëherë personi nuk mban përgjegjësi penale. Në rast të kundërt, në çdo rast tjetër mban përgjegjësi penale dhe kjo dispozitë përfshin kryen e veprës penale, pra e quhen të konsumuar. Atëherë, le të marrim një rast praktik nëse dikush konstatohet me lëndë narkotike të çfarë do lloj, sepse ne nuk e kemi të ndarë llojin e lëndës narkotike, pra i fusim të gjitha lëndë narkotike dhe psikotrope në një grup, konstatohet dhe organet e policisë në momentin e parë bëjnë arrestin në flagrancë të personit dhe këtij personit i merret mostra e urinës për t'i bërë aktin e ekspertimit toksikologjik që lidhet me praninë e elementeve të lëndës narkotike në urinë dhe më pas akti i ekspertimit toksikologjik që të justifikojë apo jo nëse kjo sasi është për përdorim vetjak apo jo. Këtu duhet të ndalem pak, pasi
Këtë pjesë e përcaktojnë mjekët toksikolog që janë specialistë të fushës, sepse duhet kemi parasysh që jo për çdo person sasia është e njëjtë, pasi ka disa faktorë që ndikojnë, është lloji i lëndës, është mosha e personit, është karriera e tij në përdorimin e lëndëve narkotike, pra janë një sër faktorësh që analizon mjeku toksikolog dhe nxjerr konkluzionin nëse kjo sasi e gjetur personit në momentin e arrestimit ka qenë dozë e vogël dhe për përdorim vetjak apo jo. Në rast se ajo rezulton dozë e vogël dhe për përdorim vetjak, prokurori është i detyruar të kërkojë pushimin e çështjes penale, pasi në këtë rast personi nuk mban përgjegjësi penale. Në rast të kundërt, çështja shkon për gjykim. A ndikohen organet ligjzbatuese për të le të themi për të abuzuar pak me këtë termin përdorim vetjak, sipas nga rasti në rast dhe nga personi në person? Siç e thash edhe më sipër, organet ligjzbatuese në momentin që kemi të bëjmë me një sasi që dyshohet se mund të jetë për përdorim vetjak, pasi duhet kemi parasysh në rast se ti ndalohesh me një sasi që nga praktika, se pavarësisht se nuk janë të përcaktuara në dispozitë ligjore, në praktikë gjyqësore pak a shumë ne i dim sasitë e lëndëve kush mund të quhet për përdorim vetjak, por gjithmonë kjo e konfirmuar nga akti i ekspertimit toksikologjik. Në rast se ti ndalohesh dhe ke një sasi lënde 200 gram, 300 gram, pra një konsiderueshme, se nuk dua t'i vë dhe një sasi fikse të përcaktuar, atëherë a priori mendohet që ajo nuk mund të jetë për përdorim vetjak, sepse pavarësisht se personi mund të justifikohet me faktin që është përdorues i lëndës, praktika gjyqësore, gjykata e lartë e ka përcaktuar që doza duhet jetë e vogël dhe për përdorim vetjak, pra për një përdorim, sepse nuk mund të justifikohesh me mbajtjen e një sasie lënde që ti mund ta konsumoje për një javë apo për një muaj. Thënë këtë, duhet kuptojnë gjithë secili që limiti për të mbajtur një sasi të lëndëve narkotike me vete është shumë i vogël dhe ndahet holl nëse është apo jo për përdorim vetjak dhe për një përdorim vetjak, për një përdorim jo për përdorim të vazhdueshëm. Për shembull, si trajtohen nga ana penale ata persona që janë ndaluar, është konstatuar që kanë dozë për përdorim vetjak dhe rindalohen nga organet ligjzbatuese. A indikon kjo në Atëherë organet ligjzbatuese normalisht duhet nuk kanë një sistem të unifikuar, sepse një ndalim mund të jetë bërë në një qytet caktuar të Shqipërisë dhe është i detyruar vetë personi interesuar bashkë me mbrojtjen e tij që t'ia vënë në dispozicion organit një vendim të prokurorisë për pushim apo një akt ekspertimi toksikologjik, por në raste të tilla prapse organit ligjzbatuese duhet ta kryejë një hetim paraprak, sepse varet nga viti kur është konstatuar më parë a është apo jo, sepse ka persona që edhe mund ta ndërpresin përdorimin e lëndës narkotike dhe mund të konstatohet në një moment tjetër. Pra ka disa specifika që janë teknike shkencore që i përcaktojnë shumë mirë mjekët e IML-s. Për shembull, kemi pas raste kur personave që mund të ishin përdorues të lëndëve narkotike, pasi kanë kryer analizën e urinës, një element kimik ka dalë më dominant se ai element që ai pretendonte, pra se heroina, dhe atë element ai mund ta ketë marrë me preparate medikamente, pra pa e pasur në mendje që ky është një lëndë narkotike. Dhe këtu ka një problematik, sepse në rast se gjykata konstaton që ti nuk je përdorues në momentin që je konstatuar me lëndë narkotike me vete, atëherë është e detyruar që të vazhdoj procesin gjyqësor dhe të konkludoj me një dënim. Por ka pas raste kur, sepse duhet kemi parasysh, ka edhe persona që duan ta provojnë për herë të parë lëndën narkotike. Dhe normalisht ai nuk mund të quhet përdorues, por ka një sasi, një vlerë minimale lëndë narkotike me vete. Dhe lind pyetja, duhet procedohen dhe të dënohen këta persona, pavarësisht se në urinën e tyre, në mostrën e urinës apo në gjak nuk mund gjenden element kimik të lëndës. Parë në këtë këndvështrim, gjykata shpeshherë ka mbajtur qëndrime në favor të këtyre personave, duke lidhur këtë me sasinë e lëndës së konstatuar dhe me praktikën gjyqësore në vazhdim. Pra, sasirat minimale 0,2 gram, 0,3 gram,
të heroinës apo kokainës dhe deri në 2 apo 3 gram të kanabisit deri diku janë konsideruar për përdorim vetjak nga praktika gjyqësore. Henrit, çfarë ndodh me ato raste kur një person kapet në flagrancë dhe ndalohet me këtë sasinë, le ta quajmë për përdorim vetjak, por ndërkohë kapet në flagrancë duke konsumuar një tjetër vepër penale. Si ndikon ky përdorimi i kësaj droge tek rëndimi i situatës së vet? Tani duhet kemi parasysh që nëse një person konstatohet me lëndë narkotike dhe në të njëjtën kohë është duke kryer edhe një vepër tjetër penale, jemi përpara 2 fakteve penale të ndryshme. Pra, personi do procedohet për të dyja faktet penale pavarësisht rezultatit përfundimtar të hetimeve. Në rast se ai do ta ketë përdorur lëndën qëllimisht për të menduar që mos të mbaj përgjegjësi ligjore më pas, edhe aty është i sankcionuar në ligj që do mbaj përgjegjësi penale, sepse nuk mund të bësh këtë lloj manovre në thonjza, pra të justifikohesh me faktin që ke qenë në efektin e lëndës narkotike. Por gjithmonë, kur bëhet procesi gjyqësor, personi nëse është përdorues i vazhdueshëm i lëndës narkotike, kjo merret si një rrethant që mund ta ndihmoj paksa në masën e dënimit. Një vepër që është e lidhur tërësisht, për shembull, mund të flasim për drejtimin e mjeteve në mënyrë të parregullt, pra në efektin e lëndëve narkotike. Pra është e ndaluar ta drejtosh mjetin në efektin e lëndëve narkotike. Pra ti ndërkohë mund të kesh dhe sasi lënde me vete, edhe mund të jesh duke drejtuar mjetin në efektin e lëndës. Dhe kjo i ngjelet hetimit, duke bërë matjet përkatëse me drager. Në rast se personi rezulton që është në efektin e lëndës, posedon dhe lëndë narkotike, ndërkohë kemi 2 vepra penale të konsumuara nga ai person. Përveç rasteve që përmendëm më sipër, nëse rezulton përdorues i rregull dhe sasia ka qenë e vogël. Fenomeni blerjes së stimuluar, si ndihmon organet kompetente në identifikimin dhe vënien përpara ligjit të personave të përfshirë në këto grupet e strukturuara të prodhimit apo shpërndarjes së drogave? Sa efektive janë këto metoda për të zbardhur ngjarjet? Simulimi në vetvete është një metodë hetimi, metodë speciale hetimi që përdoret zakonisht në këto veprat penale që ju përmendët për sa i përket shitjes së lëndës narkotike, sepse për të provuar që një person ka shitur apo ka bler lëndë narkotike, duhet kemi edhe provën e transaksionit të kryer ndërmjet palëve, që normalisht nëse ky transaksion është kryer ndërmjet 2 palëve dhe ti nuk arrin ta provosh në moment, është pak e vështirë dhe në këtë rast përdoret metoda e simulimit, por duhet kemi parasysh që është një vije hollë që ndan dhe simulimi duhet jetë i kontrolluar gjithmonë dhe i autorizuar nga prokurori i çështjes. Pra, agenti në mbulim që bën veprimin e simuluar duhet t'i rri strikt procedurës standarde, duhet t'i rri strikt dhe gjithë situatës, pasi duhet kemi parasysh që simulimi dhe rezultati që i sjell në rast se rezulton gjatë gjykimit që është provokuar një veprim, pra e ka shtyr personin të kryejë një vepër penale, rezultatet nuk do të merren parasysh nga gjykata, pra veprimi do të quhet i pavlefshëm, sepse personi gjatë procedurës së simulimit, agenti në mbulim duhet qëndrojë pasiv, pra nuk duhet jetë ai nuk duhet të ndikojë në vullnetin. Nuk duhet të ndikojë absolutisht në vullnetin e personit tjetër, pra gjithmonë duhet jetë në pritje të veprimeve të personit që është nën hetim dhe ti përgjigjet kërkesave që ai ka, por jo ta shtyja të kryejë një veprim caktuar që është në kundërshtim me ligjin. Normalisht kjo është një metodë që sjell goxha efikasitet në provimin me prova të kësaj vepre penale, pra kur konsumohet kjo vepër penale, ne në Shqipëri patëm disa aksione para disa vitesh që disa tempulli 1, 2, 3 që ishin në fushën e lëndëve narkotike, pra aksionet policisë shtetit, kur në shumicën e rasteve u përdorën agentët në mbulim me veprimet simuluese për të provuar dhe identifikuar personat që po e kryenin këtë vepër penale.
në atë periudhë nga ana e ne avokatëve pati dhe pretendime për veprimet e simuluara, pra ishin kryer ato konform parashikimeve të kodit procedurës penale dhe faktit ai ishte provokuar situata, sepse siç e thash është shumë e rëndësishme dhe ndahet me shumë pak pjesa e provokimit dhe kjo direkt e bën nul këtë rezultat që ti përfiton nga veprimi i simuluar, duke mos e përdorur dot në gjykatë si provë kundër personit të panderur. Pra nëse vërtetohet elementi i nxitjes të drejtë për drejtë dhe intimidimit të vullnetit të lirë të personit, atëherë kjo procedurë bëhet automatikisht nul. Po bëhet mund të nul kundërshtohet. Po patjetër mund të kundërshtohet në gjykatë dhe gjykata nuk mund ta marrë më parasysh këtë si provë kundër personit që është në nënhetim apo të panderurit. Shumë e qartë. Punojësit e policisë në hetim dhe të infiltruar, të cilat marrin pjesë në veprimet e blerjes së simuluar dhe të dorëzimit të kontrolluar, si kanë ndikuar realisht në uljen e këtyre veprave penale, tek shpërndarja prodhimi, apo më saktë tek parandalimi i këtij fenomeni? Atëherë, këto janë dy metoda tjera që përdoren nga organet hetimore, pra siç është infiltrimi dhe dorëzimi kontrolluar në vazhdën e veprimeve të simuluara, pra personat zakonisht infiltrohen, agjentët infiltrohen në grupet e strukturuara kriminale, pasi aty kemi disa persona që bashkëpunojnë me njëri tjetrin në formën e grupit strukturuar për të arritur një qëllim të caktuar të kundërligjshëm, dhe infiltrimi është më i vështirë. Do një përgatitje shumë të lartë të oficerit të policisë që do ta kryej këtë veprim, pasi do kemi edhe përballjen e tij me eksponentë të botës kriminale që janë të rrezikshëm, shoqërisht të rrezikshëm dhe mund të reagojnë në mënyra të ndryshme në rast se kemi ndonjë problematik gjatë infiltrimit. Këto normalisht të infiltrojë dikush në një grup dhe të realizojë me sukses detyrën duke arritur në provueshmërinë, sepse kjo bëhet me qëllim për të identifikuar drejtuesit e grupit, se zakonisht drejtuesit janë më në hije, nuk ekspozohen. Janë rolet që është e vështirë të identifikosh. Dhe është i vështirë për të identifikuar nga organet e hetimit, dhe në këto raste përdoret infiltrimi që personi të futet në strukturat e kësaj organizate, të fitoj besimin e tyre dhe ndërkohë të arrijë të ketë kontakt me drejtuesit dhe organizatorët e grupit. Në Shqipëri është pak e vështirë duke parë terrenin e vogël që ne kemi dhe faktin që këtu personat njihen lehtësisht me njëri tjetrin dhe mund të ekspozohen ndoshta edhe pa dashje e të zbulohet identiteti i tyre. Për sa i përket dorëzimeve të kontrolluara, këto bëhen me autoritetet e shteteve të huaja, kryesisht për ngarkesa me lëndë narkotike që vijnë nga shtetet e tjera siç janë ato të Amerikës Latine. Dhe kanë destinacion përfundimtar vendin tonë. Ajo, për këtë qëllim bëhet dorëzimi i kontrolluar. Normalisht ato që janë për vendin tonë sinjalizojnë autoritetet përkatëse të shteteve të huaja, sinjalizojnë autoritetet tona që të kenë në mbikëqyrje, të mbajnë në mbikëqyrje dërgesën e caktuar derisa ajo të arrijë pika fundore në mënyrë që të zbulohen të gjithë rrjeti, pra nga si vjen lëndra narkotike nga pika A deri në momentin e dorëzimit në pikën B. Ne kemi pas disa raste të tilla nga autoritetet shqiptare që janë përdorur, disa kanë rezultuar të suksesshme, disa jo, sepse kemi pas raste kur në momentin që agjentët e policisë kanë shkuar për të sekuestruar ngarkesën, mbase nuk kanë gjetur atë sasi që prisnin të lëndës narkotike ose nuk kanë gjetur sasi lënde, dhe në të tilla raste zakonisht kemi dekonspirime të këtyre aksioneve dhe rezultati dihet pastaj. Këto zbulimet apo këto të dalit jashtë parashikimit të bërë ndërmjet personit të infiltruar, a vijnë ndonjëherë edhe nga ky i fundit? Po patjetër, sepse me organet ligjzbatuese. Duhet kemi parasysh që një i infiltruar në një grup kriminal ka veprime dinamike që ndryshojnë nga momenti në moment, pra nuk është se ai para përgatit një skemë të caktuar dhe çdo gjë do shkojë sipas skemës.
një grup kriminal, nga praktika po dhe nga informacionet që kemi, mund të kryejë edhe vepra penale që nuk i ka parashikuar më parë për t'i kryer, por që i nevojiten për të arritur qëllimin kryesor që ata kanë, që mund të jetë trafikimi në këtë rast i lëndëve narkotike. Pra mund të kemi një kompleks konsumi të veprash penale dhe i gjendur përpara kësaj situate dhe këtij presioni, personi që është i infiltruar duhet të jetë në nivele shumë të larta përgatitje që të arrijë të ruajë qetësinë dhe pastaj në rast se ai dekonspirohet nga kolegët e tij, pastaj është aty mbaron aksioni i tij dhe normalisht tërheqja e tij nga infiltrimi duhet bërë një herë më parë për mos i rrezikuar jetën atij apo familjarëve të tij. Si rregull, substancat narkotike në momentin që mblidhen nga organet ligjzbatuese edhe asgjësohen kur ato humbasin qëllimin për të cilin ato janë mbledhur. Pra, përmbyllet hetimi dhe këto duhet të asgjësohen. Për sa i takon procedurave të asgjësimit, si bëhen ato dhe sa të shëndetshme janë në Shqipëri? Duhet kemi parasysh që sendet e sekuestruara gjatë një procedimi penal gjithmonë mbi to disponohet me vendim qoftë të prokurorit çështjes apo të gjykatës në rast se dosja shkon për gjykim. Në rastin e lëndëve narkotike kemi të bëjmë me sendet sekuestruara që në vetvete janë të palishme, sepse ne kemi edhe sendet sekuestruara siç mund të janë telefonat celulare. Janë produktet veprës penale. Telefonat celulare, automjete, pra në raste të tilla, në rast se humbet gjatë hetimit interesi për këto dhe këto nuk e dëmtojnë zgjidhjen e çështjes, prokurori disponon me kthim. Në rastin e lëndëve narkotike që janë në vetvete lëndë palishme, gjithmonë gjykata disponon me asgjësimin e këtyre lëndëve dhe në moment që vendimi merr formë të prerë dhe prokurori nxjerr urdhrin e ekzekutimit të këtij vendimi penal, autoritetet e policisë merren me asgjësimin teknik të këtyre lëndëve që kryhen me procedura standarde dhe mbahet proces verbal i përkatës që i komunikohet dhe prokurorit që ka kërkuar ekzekutimin e vendimit. Ato kryen sipas disa procedurave që policia i ka standarde që janë të shëndetshme përderisa nuk kryhen në ambiente masive, por sipas disa protokolleve të caktuara të përcaktuara nga ekspertët e fushës. Henry, qëndrojmë pak te grup moshat. Cilat janë ato grup mosha më të theksuara në realitetin shqiptar që janë përdorues të drograve të ndryshme dhe llojet e drograve që qarkullojnë më shumë në Shqipëri? Llojet e drograve që qarkullojnë më shumë në Shqipëri, duhet të them janë kanabis sativa, kokaina, pastaj heroina dhe drograt e tjera që janë në formën e tabletave, por thash ato janë miksime të ndryshme që mund të bëjnë persona të caktuar. Kanabisi është goxha i përhapur dhe përdoret nga grup mosha të ndryshme, ashtu edhe kokaina. Unë personalisht kam vënë re një ulje të moshës përdorimit kryesisht të kanabisit, por është rritur dhe numri përdoruesve të kokainës. Kjo lidhet me shumë faktorë, por moshat po të themi që janë në arsimin e mesëm, domethënë në gjimnaze kemi një përdorim të shtuar të lëndëve narkotike dhe duhet kemi parasysh që përgjegjësia penale fillon me mbushjen e moshës 14 vjeç dhe shpesh herë të miturit, sepse t'i cilësojmë të mitur sipas ligjit, e kanë këtë mendim se ata nuk mbajnë përgjegjësi penale nëse përdorin lëndë narkotike. Le të shërbej kjo dhe si një thirrje, sepse unë e di që fatkeqësisht edhe të miturit janë përdorues të rrjeteve sociale dhe ndoshta nëse na dëgjojnë marrin një mësim apo edukohen ligjërisht për sa i takon këtij fenomeni. E para sepse janë të mitur dhe nuk ju ndikon absolutisht fare mirë në shëndet, ashtu si dhe të rriturve, por kryesisht të miturve. Le të shërbej dhe si një thirrje sensibilizuese ky podcast. Patjetër, te të miturit edhe shkencërisht ndikimi është më i madh dhe dëmet janë më të mëdha dhe sasia e lëndës që ata mund të mbajnë për përdorim vetjak është shumë e vogël, shumë herë më e vogël se e të rriturit. Prandaj e ceka dhe më herët, pra ekspertët mjekësor, toksikolog që bëjnë aktet e ekspertimit i marrin parasysh këto element. Të miturit zakonisht mblidhen në grupe shoqërore
edhe gjatë organizimeve që ata mund të kenë dhe tentojnë të përdorin lëndë narkotike, e sigurojnë në mënyra të ndryshme dhe me idenë që nuk mbajnë përgjegjësi penale, mund ta mbajnë edhe me vete, por ka rezultuar nga praktika dhe nga procedimet e shumta që ka dhe për të miturit në lidhje me lëndën narkotike. Dhe patjetër duhet bërë thirrje të miturve që mbajtja e lëndës narkotike me vete në mënyrë që ti ta përdorësh në një moment caktuar është ndaluar me ligj dhe pasojat janë të njëjta me një person adult, sepse në kuptim të ligjit penal me mbushjen e moshës 14 vjeç ti fillon të mbash përgjegjësi penale. Thënë këtë, të miturit duhet ta kenë edhe si thirrje edhe me bashkëmoshatarët e tyre që përdorimi i lëndëve narkotike përveç pasojave penale ka dhe pasoja në shëndet që në moshën që ata janë, në periudhën e zhvillimit që ata janë, indikojnë shumë negativisht. Pra një veprimi i të sotmes mund të diktojë atyre të ardhmen, t'ua kufizojë atyre të ardhmen. Kështu që duhet që shoqëria jonë të jetë edukuar në këtë pikë. Nëse unë jam prind, si e identifikoj nëse fëmia im i mitur është përdoruesi i drogave? Siç e përmendëm dhe në fillim, këto lëndë ndikojnë drejt për drejt në sistemin nervor të personit që i përdor, aq më tepër tek një i mitur. Pra ndryshon mënyrën e sjelljes komportimit të tij në marrëdhëniet familjare, pra janë ca shenja dalluese që një prind i kupton duke qenë se fëmia nuk po sillet më dhe nuk po reagon më një lloj si më përpara. Në këtë rast masa duhet jetë menjëhershme, patjetër që prindi duhet marrë konsult përkatëse me mjek, ndoshta pa praninë e të miturit si fillim, dhe normalisht duhet të bëhet një plan konkret për të shkëputur nga ajo rutinë që ai mund të ketë me përdorimin e drogave. Kjo zakonisht edhe në gjykat diskutohet plani masave, sepse qëllimi në vetvete i ligjit penal nuk është ta dënojmë një person, qoftë ky edhe i mitur. Qëllimi është rehabilitimi dhe reintegrimi i tij në shoqëri, pra që ky person mos ta ketë aq më tepër të miturit, mos t'i ngelet si një episod i keq i jetës tij që do t'i ndikojë dhe më vonë. Unë personalisht në rastet që kam me të mitur, përpiqem t'i trajtoj në mënyrë edhe qasja që ka çdo organ apo dhe gjykata dhe prokuroria edhe në referim të kodit drejtësisë penale për të mitur duhet të jetë shumë miqësore ndaj këtyre personave, pasi ndikimet e ta janë më të thella dhe më afatgjata se sa te një i rritur. Në këtë pikë prindrit duhet të jenë shumë të kujdesshëm me vendet që frekuentojnë fëmijët, me grupet shoqërore që rrinë, me orët e zgjatura apo orët e vona që shpenzojnë jashtë shtëpisë. Pra, gjitha këto element një prind i vëmendshëm, pavarësisht se mund të ketë problematika të jetës përditshme, arrin që të detektojë nëse fëmia ka filluar, ka tentuar të përdorë lëndë apo është një përdorues i lëndës narkotike. Nga statistikat aktuale, si është përdorimi i drogave të ndryshme tek të miturit? A është shqetësues në momentet që ne flasim? Duhet kemi parasysh diçka. Për vitin 2025 ishin ndikute mbi 5.000 procedime penale që lidheshin me lëndët narkotike. Përsa i përket përdorimit të lëndëve tek të miturit, procedura është pak më ndryshe, sepse me konstatimin e të miturit që ka një lëndë narkotike, posedon atë lëndë dhe ndalohet nga oficerët e policisë, ndaj tij ndiqet një procedurë krejt tjetër që shpeshherë dhe shmanget nga ndjekja penale, pra jep mundësi kodi drejtësisë penale për të mitur dhe kodi penal që të miturit kenë lehtësirat e dënimit dhe statistikat asnjëherë nuk mund të jenë shumë fikse të të miturit, por nga praktika kam vënë re që ka goxha përdorim të lëndëve narkotike të të miturit dhe moshat janë goxha të ulta. Flasim për 12 vjeçar, 13 vjeçar e sipër, pra të mendosh që moshat të tilla bëhen subjekte të përdorimit të lëndëve narkotike, ndërkohë që fokusi i tyre duhet ishte diku tjetër,
dhe më pas nën efektin e këtyre lëndëve ata mund të kryejnë dhe veprime të tjera, pasi edhe vetë mosha nuk arrin ta përballojë efektin e lëndës. Ata të vetë rregullohen. Dhe normalisht pasojat janë më të rënda te të mituri. Henry, dua të kalojmë tek një aspekt tjetër, tek kultivimi i lëndëve narkotike ndërmjet llampave, që është një metodë, nuk mund ta quaj moderne, nuk di se ku e ka gjenezën, por shpeshherë konstatohen këto raste. Si janë organet ligjzbatuese në orientimin e hershëm apo në diktimin dhe gjetjen e hershme të këtyre lloj fenomeneve? Kultivimi i bimëve narkotike, kryesisht i kanabisit, në ambiente të mbyllura nëpërmjet pajisjeve të posaçme siç janë llampat, ventilatorët e tjerë, e sistemit të ujitjes, është një fenomen që ka ekzistuar prej vitesh, por në kontekstin shqiptar duhet kemi parasysh që në Shqipëri kryesisht mbizotëronte kultivimi në ambiente të hapura, pra parcela. Duket sikur kemi ardhur nga toka. Po. Pra parcelat e tëra të mbjella me kanabis, ajsa arritëm kulmin në vitet 2016-2017, kur edhe mbi prodhimi i lëndës narkotike uli edhe çmimin e lëndës në treg. Pra, policia që prej asaj periudhe kur filluan dhe aksionet të bëheshin më fluide dhe intensive ndaj këtyre fenomeneve dhe me përdorimin e pajisjeve të reja të monitorimit që janë dronët, për kultivuesit e lëndëve u bë e pamundur kultivimi në natyrë i bimës narkotike të kanabisit. Edhe tani më janë kthyer ambienteve të mbyllura, ku kemi parë që janë kultivuar sasi mjaft të konsiderueshme, pra vetëm rasti i fundit ishin rreth 4000 bimë të kultivuara, që po ta përkthejmë në sasi, pastaj është një sasi goxha e konsiderueshme. Në këtë pjesë, patjetër që duhet kemi bashkëpunim me organet ndërmjet tyre për t'i interceptuar këto raste dhe kanë mundësi për ta bërë një gjë të tillë, pasi duhet kemi parasysh që personat që posedojnë ambiente të tilla, të përmasave të tilla, në rast se ata nuk i përdorin për një biznes të lishëm, aty me veprime të caktuara, personat që mund të jenë të interesuar për të zbuluar një aktivitet që po kryhet aty e kanë mundësinë ta zbulojnë, të tipit të kryerjes së investimeve në objekte të caktuara, pra të sasisë madhe të llampave, të ventilatorëve, të personave që hyjnë edhe dalin nga një ambient i caktuar, dhe ne nëse na funksionon edhe rrjeti informatorëve, pra të policisë, ata e kanë shumë të lehtë të kuptojnë nëse në një ambient caktuar po kryhet diçka, dhe mjafton kjo si indicie për të kryer një hap tjetër të policisë, pra për të verifikuar. Por ne kemi pas raste të bashkëpunimit të personave që e kanë pas për detyrë zbulimin e këtyre shkelësve të ligjit, kanë bashkëpunuar për të kryer një veprimtari kriminale. Pra të tipit, në rast se një punonjës policie jep informacion dhe është pjesë, për më tepër mund të jetë dhe pjesë e grupit, jep informacion detajuar se ku do kryen kontrollet apo kush janë aksionet e caktuara, personat që po kryen kultivimin e bimëve shumë mirë mund ta zgjesojnë dhe mund të shkatrojnë dhe laboratorin për mos të lënë gjurmë. Gjithashtu kemi edhe pjesën e konsumit të madh të energjisë elektrike, pra personat përgjegjës të operatorit sistemit shpërndarjes e kanë shumë të lehtë të identifikojnë një pronë të caktuar e cila po konsumon energji elektrike jashtë normale, sepse në një pronë që në një ambient që është konsumuar energji elektrike, banesë, njësi, magazin, pra e çdo lloji, pra ka një periudhë të konstante të konsumimit të energjisë elektrike dhe papritur kemi një 10 fishim të konsumit, patjetër që duhet të shërbejë si indicie për verifikim, dhe indicia kryesore që të çon tek kultivimi i bimëve narkotike. Kjo edhe nga rastet e shumta që ne kemi parë këtu në Shqipëri. Pra, gjithë kultivimi i bimëve narkotike që ka qenë i bërë në natyrë me parcela të konsiderueshme, tani po kthehet tek godina në ambiente të mbyllura
mundësisht larg syrit të individëve që mos lënë gjurmë dhe mundësi për tu kapur nga organet ligjzbatuese. Dua hipotetikisht të krijoj një rast. Në momentin që un kam një banesë, apartament apo qoftë një çfarëdo lloj njësie dhe e jap me qira. Por nuk kam një kontratë qiraje me atë për shkak të ignorancës time apo të mungesës së informacionit. Dhe aty vinë organet ligjzbatuese dhe konstatojnë se ka një aktivitet të kundraligjshëm. Përgjegjësia penale si ndahet? Si e vërteton pronari i objektit që nuk është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë veprimtari kriminale? Ternisja ishte shumë e bukur, pra personi pikërisht në tilla raste kur disponon pronë nuk duhet të tregohet ignorant në këtë fushë. Pra, më mirë të paguash taksën për një kontratë qiraje që mund gjenerohet nga sistemi i tatimeve se sa të gjendesh në situata të tilla hipotetike që ju sapo i krijuat. Në moment që nuk ke një kontratë qiraje, normalisht do jesh i detyruar të justifikohesh përpara organeve ligjzbatuese që ti nuk ke lidhje me këtë aktivitet. E bën punën e mbrojtësit tënd, po dhe tënden më të vështirë. Dhe për faktin që ti nuk e firmosur një kontratë qiraje përpara noterit dhe mjafton të marrësh dhe një konsult paraprake me një noter, me një avokat, sepse ti mund ta kesh qëllimin e mirë në vetvete që pronën tënde ta japësh për ushtrimin e një aktiviteti tregtar apo për qëllime banimi. Këto duhen specifikuar mirë në kontratën që do bësh, pra në mënyrë që ti tregosh vullnetin tënd personit që po merr me qira pronën tënde që kjo pronë nuk do i ndryshohet destinacioni, pra destinacioni të jetë i mirë përcaktuar në kontratë. Dhe për çfarë do lloj ndrimi destinacioni duhet mbaj përgjegjësi personi. Pra një veprim kaq i thjeshtë, një kontratë qiraje, ty të shpëton nga një proces i tërë ligjor që në fund mund të rezultosh edhe pjesë e bashkëpunimit me elementën se nuk vërteton dot kundërtën, sepse nuk arrin të vërtetosh që banesa ka qenë duke u përdorur nga persona të tjerë. Pra, persona duhet të jenë shumë vigjilent dhe të kujdesshëm në rastin e dhënies pronave me qira. Ka rezultuar shumë herë që pronarët i kanë dhënë pronat e tyre me qira dhe mbas disa kohësh janë thirrur për të dëshmuar në organet e prokurorisë pasi aty janë konstatuar element veprave penale në fushën e narkotikëve. Ndalojmë pak tek turizmi, sepse duke qenë se jemi në prag të sezonit të ri turistik, predispozita e turistëve të huaj apo mentaliteti i turistëve të huaj që vinë nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian apo jo vetëm, nuk e kanë këtë kulturën e informacionit që në Shqipëri janë të ndaluara përdorimi i lëndëve narkotike apo mbajtja. Çfarë thirrje ke për këtë aspekt? Kemi një shtim të flukseve hyrëse në Shqipëri për shkak të turizmit dhe ky fluks po bëhet gjatë gjithë vitit, për nuk kam ndarje, për turistët hyjnë edhe dalin nga Republika e Shqipërisë dhe moshat e reja tentojnë të përdorin dhe lëndë narkotike. Në të shumtën e rasteve sigurojnë në Shqipëri, pra sepse të rrezikojnë të marrin lëndë narkotike me vete, mund të kapen në kufi dhe të akuzohen për trafik lëndëve narkotike, që është një vepër që ka marzhe dënimi goxha të larta, që fillojnë nga 7 deri në 15 vite burg. Këta persona, unë mendoj që këta e kanë një informacion paraprak, por më tepër nuk kanë besim të institucionet shqiptare se mund t'i ndalojnë për kontroll apo t'i arrestojnë. Kjo vjen edhe si pasojë e mikpricave këtu në Shqipëri që ndoshta ja lehtësojnë pak të pjesën edhe nga mosdia që ata kanë mbi ligjin, sepse ne e thamë në fillim të këtij podcasti që në Shqipëri nuk kanë një informacion të përgjithshëm për lëndën narkotike, për sanksionin penal që ato kanë. Shto këtu edhe faktin që shumë të huaj mund vinë nga vende që kanë politika më të lehta për sa i përket ndjekjes penale të përdoruesve të lëndës narkotike. Duhet kemi parasysh që vende të caktuara siç janë
Hollanda për shembull që ka legalizuar, lejon përdorimin dhe mbajtjen e një sasie të vogël të lëndës narkotike, dhe me idenë që nga vendi që ata vinë nuk kanë sanksione të tilla, ata mendojnë që mund të përdorin lëndë narkotike edhe në Shqipëri. Thirrja kryesore është që përpara se të kryejnë këto veprime të mirë informohen duke googëlluar tashmë, sepse ke informacion mjaftueshëm për sanksionin penal që parashikohet, dhe nëse pastaj ti do ta marrësh atë risk mbi supe, mund të përballesh me pasojat ligjore nëse konstatohesh, sepse jo gjithmonë çdo përdorues apo çdo person që mban lëndë narkotike identifikohet dhe arrestohet. Në përmbyllje të kësaj teme, Henri, dua që të bësh një thirrje të fundit që të jetë edhe sociale, të ketë atë aspektin social të parandalimit të këtij fenomeni, por edhe ligjore. Thirrja kryesore e para është për moshat e vogla, pra të rinj që fillojnë përdorimin e lëndëve narkotike në moshë të hershme, sepse e para një është pasoja shëndetësore që sjell tek të miturit, që është një pasojë disa fish më e madhe se sa te një person i rritur. E dyta është sanksioni penal, që një i mitur të dënohet penalisht në moshën 14 vjeçare apo 15 vjeçare për një sasi që ai nuk e konsideron të madhe, por në kuptim të ligjit është sasi që mban përgjegjësi penale. Për mua është e pafalshme dhe të ngel një lloj rekordi kriminal i panevojshëm, ndërkohë që ti ke si detyrim të vazhdosh studimet, shkollën dhe të marrësh një profesion të caktuar. Për sa i përket të rriturve, më shumë është tek pjesa e pasojave që sjell tek veprimet që kryejnë të rriturit nën efektin e lëndëve narkotike, sepse ka shumë llojshmëri të përdoruesve të lëndëve narkotike, se ka persona që përdorin lëndë narkotike dhe rrinë të izoluar, pra nuk kanë kontakte me të tjerët, por persona të tjerë nën efektin e lëndëve narkotike kryejnë vepra të rënda penale, siç janë ato të dhunës, pra krimeve ndaj personit që kanë arritur deri në fatalitetet, humbjes jetëve. Pra gjithmonë një gjë që është e ndaluar me ligj, unë nuk këshilloj si avokat nuk këshilloj që ta përdorësh edhe ta mbash. Henri, të falenderoj shumë për pjesëmarrjen tënde. Të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Faleminderit, sukses edhe ju. Faleminderit shumë. Ju ftojmë të na ndiqni në episodet e radhës të Pro Ligj Podcast, të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar në YouTube me të njëjtin emër dhe në të gjitha rrjetet tona sociale.